Migina, nuk mundem t'i fali gabimet që I kam bo, se si jam sill me fëmijët e mi, më duket vetja një non jo e mirë. Mike e dashur. Edhe ju të gjithë nona që e dëgjoni këtë mesazh, ju lutem her pas here dëgjojeni. Her pas here, sa herë që ju vjen ai mendimi apo mendimet negative, çka kam bo, unë jam nonë e keqe, unë nuk jam okay, bla bla bla, atë bullshit që ja nis ndoshta mendja me ta tregu, atëherë vetëm thuj stop. Dhe mbylli syt, shko dhe një herë në atë situatë që ti e ke bo një veprim, I ke rrej fëmijët, apo I ke bërtit, apo I ke bo diçka që nuk është okay, që ti tani nuk do ta kishe bo mo, dhe vëzhgoje edhe një herë atë version të vjetër. Pse e ka bo ai versioni vjetër joti atë sjellje? Çfarë problemi ka pas? Çfarë bindja jo I ka marrë nga nona, baba, rrethi, mësuesit, televizori, njerëzit që atë e kanë shoqëruar gjatë jetës? Dhe përqafoje, ndalu dhe përqafoje, ndalu dhe thuj të fali, të du shumë se ti s'ke dit ma ndryshe. Ti je një qendje e mrekullueshme, ti je një dhurat për këtë botë, dhe ti nuk e dit ma ndryshe. Tani që ti e din ma ndryshe, ti mundesh me e bo ma ndryshe, mundesh me fol me fëmijët, me ju thonë, hey mami, unë nuk kam dit ma ndryshe, unë kam bo gabim, unë e di që e kam bo një gabim, ju kërkoj falje. Folni me fëmijët haptas, mos u tregoni se jeni qenje perfekte, se askush nuk është perfekt, mos u mundoni të boheni prind perfekt, se asnjë prind nuk është perfekt, ne të gjithë bojna gabime, është më se normale. Mbylli syt kur të vija jo ndjenjë, apo kur të vinë ato mendimet, dhe vetëm imagjinoje veten dhe çoje edhe një herë në atë situatë që ti ke qenë. Dhe vetëm vëzhgoje atë version nga lartë. Dhe afroju afër. Përqafoje. Dhe kjo ka me të ndodhë her pasire, se menja ka me të tregu ty aty histori, ka me të thonë, që e këtë budalliqe, mos e të gjoti këtë video, bla bla bla, po dije se ajo po të prek, që ajo që unë jam duke të thonë, ty është të prek. Dhe gjithë shka që të prek ty, është ditë shka që ti e ke mrena. Unë po ta preki ty ndoshta atë pullën tone që ti e ke mrena, do me thonë që ty e ke, apo ty po të shtypet diçka, apo po të shtypet një emocion që është mrena teje, dhe ti munesh me shëru. A nuk është kjo diçka e mrekullueshme? Ne vrapojna për emocioneve tona, se thojna këto emocionet tona nuk janë në rregull, nuk janë okay, pse se kemi frikë me ndje, po mbas çdo emocioni që ne lirojmë, është një parajs në vete. Ti ndryshon si njeri, ti sillesh ndryshe me fëmijët, ti sillesh ndryshe me gjithë, ti sillesh ndryshe me veten. Sepse në momentin që ti e kupton, unë nuk kam dit ma ndryshe. Unë nuk kam dit ma ndryshe, unë e fali atë version. Por unë tani jam një version tjetër që unë mësoj, unë bohem çdo ditë ma e mirë dhe unë bohem një prind, një non ma e mirë. Jo perfekte. Mos I bëni gjonat perfekte. Ju I dini edhe videot e mia kur unë I postoj, nuk shoh që aty të duken perfekte, apo që të jetë se drita ku ta di unë, dhe më thonë me kushte shtëpie, ku jam aty ja bëj videot. Jam në pijama jo bëj, jam me veshme se kam marrë nga puna, ashtu ja bëj. Ai moment që unë që ashtu e ndjej dhe më vjen një pyetje dhe them do ta bëj, e bëj. Prandaj mos u bë perfekte, banu non që e don veten, se në atë moment që ti e don veten, kime e dosh edhe fëmin tanë. Në atë moment që ti e fal veten, ti kime fal edhe fëmin tanë. Nesër mas nesër dhe fëmija jot kur të boje gabime, ti kime thonë, prit, se kë nuk ka dit ndryshe, kë është duke mësu. Uroj dhe shpresoj me që zemër që kjo video ka me të ndihmu, mike e dashur dhe ju të gjithë nona,
ndoshta edhe papallar që ndjeni atë ndjenjen që jam një prind i keq apo kam bu gabime e tjera, të më thënë me atë bullshit mundem të them atë me ato mendimet negative në kokë, atëhere dëgjoje këtë video her pas here, ktheje, derisa ta shërosh shpirtin tan edhe ta gjesh qetësinë tonë të brendshme. Dhe kjo ndodh sepse e kam kalu vetë. Me gjithë mend. Gjithat mirat.